Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës diskuton sot raportin për zgjedhjet e 11 majit në Shqipëri. Në këtë raport vlerësohet se zgjedhjet ishin konkurruese, u zhvilluan në mënyrë profesionale, por njësoj si ODIHR edhe Këshilli i Evropës vënë në dukje se garuesit nuk patën një fushë të barabartë loje. Partia në pushtet përfitoi nga përdorimi i burimeve shtetërore gjatë fushatës elektorale. Administrata zgjedhore e menaxhoi procesin në mënyrë transparente dhe gjithëpërfshirëse. Partia në pushtet përfitoi nga përdorimi i burimeve shtetërore gjatë fushatës, duke krijuar një avantazh të padrejtë nga qenia në pushtet. Në këtë dokument theksohet se dita e zgjedhjeve ishte e qetë, në përgjithësi procesi ishte i organizuar mirë, por raportuesit nënvizojnë se pati pretendime të besueshme për presion mbi punonjësit e administratës publike, keq përdorim të rrjetit patronazhistëve, si dhe raportime për blerje vote e pretendime për ndikimin e elementëve kriminal në disa parti politike. Mes rekomandimeve, Këshilli i Evropës nënvizon nevojën për një reformë të re zgjedhore. Asambleja i bën thirrje autoriteteve shqiptare të adresojnë rekomandimet e Komisionit të Venecias dhe të OSBE-ODIHR në mënyrë gjithëpërfshirëse. Gjithashtu Këshilli i Evropës nënvizon nevojën për të marrë masa kundër shitblerjes së votës, keq përdorimit të burimeve shtetërore, si dhe kundër rrezikut të infiltrimit të elementëve kriminal në procesin elektoral.